Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atammu taslim amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. E falenderojmë Allahun, vazhdojmë në shpjegimin e akides tahawije në kapitullin e kaderit në pjesën e cila lidhet me udhëzimin dhe devijimin. Thamë që do t'i tregojmë të dyja aspektet, si aspektin e udhëzimit, ashtu dhe aspektin e devijimit, dhe jemi në pjesën pra në aspektin e udhëzimit. Kemi treguar dy rregulla, thamë që do të përmendim 4 rregulla të cilat lidhen me udhëzimin. Përmendëm rregullin e parë që thamë udhëzimi vjen vetëm prej Allahut dhe askush nuk ka dorë në të përveç Allahut lartësuar. Rregulli i dytë që përmendëm është që udhëzimi është mirësi absolute e Allahut lartësuar. Vazhdojmë në këtë mësim me rregullin e tretë. Rregulli i tretë, e cila lidhet me udhëzimin, është që mirësia e udhëzimit të Allahut kthehet tek dija dhe urtësia e tij. Allahu i lartësuar nuk le në humbje padrejtësisht dhe gjithashtu nuk udhëzon kot, dhe në moment që udhëzon dikë, e udhëzon me dijen dhe me urtësinë e tij. Sa i përket dijes, kemi folë rreth saj dhe kemi thënë që dija e Allahut është e hershme, e cila ndodhej para se të krijoheshin krijesat. Allahu, para se të dëshironte atë që dëshiroi, Allahu edhe që të udhëzonte atë i cilin udhëzoi, ai e dinte se cili ka qenë meritor për udhëzim. Për këtë arsye dhe e ka udhëzuar. Thot Allahu: "Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin." Ne i zgjodhëm ata me qëllim, pra me dije, mbi popujt e tjerë të asaj kohe. Gjithashtu thot: Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allahu e di më mirë se kujt ja jep mesazhin e vet, pra shpalljen e vet. Allahu është më i ditur se kujt ja zbret shpalljen dhe është më i ditur se kush e pranon dhe kush e pranon pra shpalljen e tij. Thot Allahu: "Alaysa Allahu bi a'lama bish-shakirin." A mos vallë Allahu nuk e njeh mirë ata që janë mirënjohës? Sipas kësaj, themi që Allahu kur udhëzon, ai e din se ata të cilët i ka udhëzuar janë meritor për udhëzim, dhe urtësia e tij kërkon që udhëzimi i tij të vendoset në vendin e duhur. Sikur se kemi thënë, urtësia është vendosja e gjërave në vendin që u takon. E njëjta gjë është për cilësitë e tjera apo për veprat e tjera të Allahut. Allahu kur mëshiron dikë, e mëshiron sepse ky është momenti më i duhur, apo urtësia e Allahut, pra Allahu me urtësinë e tij vendos që ky person duhet mëshiruar, apo kur furnizon dikë, ky person në atë moment duhet furnizuar, apo kur ngren dikë dhe ul dikë. Urtësia e Allahut lartësuar, pra Allahu me urtësinë e tij i bën gjërat dhe ne nuk mund ta kuptojmë urtësinë e Allahut, mirë po të jemi të bindur
që kjo është vendi i duhur që i takon. Këto rregulla që përmendëm, pra rregulli i parë, i dytë dhe i tretë që përmendëm deri tani, janë të përmendura në ajetet që do t'i përmendim më poshtë. Thot Allahu: "Lakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Ulaika humur rashidun." Por Allahu ju a ka bërë të dashur besimin dhe ju a ka zbukuruar atë në zemrat tuaja, ashtu siç ju a ka bërë të urryer mosbesimin, shturjen dhe mosbindjen. Pikërisht ata janë të udhëzuarit drejt. Ky është udhëzimi i suksesit dhe ky është rregulli i parë që thamë që udhëzimi është vetëm prej Allahut. Dhe ky udhëzim është prej Allahut dhe dëshirës së Tij. Dhe Allahu është i vetmi që jep këtë udhëzim dhe i vetmi që udhëzon. Dhe në këtë udhëzim askush nuk e shoqëron Allahun. Ai është i pashok në këtë pjesë të udhëzimit. Më pas Allahu tha: "Fadlan min Allahi wa ni'ma." Ky është rregulli i dytë, që thamë mirësia e udhëzimit, pra është mirësi e pastër dhe absolute prej Allahut lartësuar. Dhe rregulli i tretë, kur Allahu thot: "Wallahu alimun hakim." Pra, që mirësia e udhëzimit vjen si pasojë e urtësisë së Allahut lartësuar. Allahu thot: "Walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin." Sikur se tham, ne i zgjodhëm ata me qëllim, pra me dije mbi popujt e tjerë. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. E ne thot, ja kemi dhënë, ne në të vërtet e kemi udhëzuar Ibrahimin në rrugë të drejtë qysh më parë, dhe e njihnim atë se ishte i aftë për këtë gjë. Kalojmë në rregullin e katërt. Allahu i lartësuar, pra mirësia e udhëzimit të Allahut të lartësuar ka dy aspekte. E para është udhëzimi fillestar. Allahu i lartësuar, siç e mësuam, e dhuron udhëzimin për këtë doj. Njeriu mund të jetë i humbur e pastaj udhëzohet, mund të jetë i pavetëdijshëm ndaj të vërtetës dhe pastaj bëhet i vetëdijshëm. Dhe kjo është mirësi absolute dhe mirësi e pastër e Allahut të lartësuar, që Allahu të udhëzon në Islam, e krijon në zemrën tënde besimin dhe e bën besimin të dashur për njeriu. Allahu thot: "E wa men kana mejten fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." Abrazohet i vdekuri që ne e ngjallëm dhe i dham dritë me të cilën ecën midis njerëzve. Gjithashtu Allahu thot: "Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu." O robrit e mi, ju të gjithë jeni të humbur përveç atij që unë e kam udhëzuar. E dyta është udhëzimi i mëvonshëm. E ky udhëzim, nëse robi e pranon udhëzimin fillestar, pra beson, dorëzohet, i nënshtrohet Allahut dhe i bindet atij, atëherë Allahu i madhëruar ja shton atij edhe më shumë udhëzimin. Allahu e nderon robin e tij duke i dhënë udhëzim pas udhëzimi, si shpërblim për bindjen dhe përpjekjen e tij në rrugën e drejtë. Allahu thot: "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Sa për atë që jep për hir të Allahut, ka frikë nga ai dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukur pra besimit, ne do t'ja lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit. Thot: "Walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmëri e veprmbajtje. Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Allahu u ashton udhëzimin atyre që janë në rrugë të drejtë. Se yadhakkaru men yakhsha.
asaj do t'ja vër veshin ai që i friksohet Allahut. Pra që ai që friksohet ka për të qenë i udhëzuar, pra ka për të qenë në këtë rrugë, edhe ka për të qenë i kujdesur dhe i kujdesshëm në këtë rrugë. Si pasojë e frikës ndaj Allahut, Allahu e shpërblen. Gjithashtu, Allahu thot: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. O besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'ju bekojë veprat tuaja edhe do t'ju falë gjunahet. Gjithashtu thot: In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Nëse i friksoni Allahut, pra nëse çfarë është ti friksohesh Allahut? Pra, ti bindesh urdhrave të tij dhe të largohesh nga ndalesat e tij. Nëse njeriu është i tillë, pra që bën vepra të mira dhe i ruhet të këqijave, Allahu thot, ai do t'ju jap aftësinë e të gjykuarit drejt. Pra, ti kuptojnë kush është e kota nga e vërteta. Pra, të udhëzon në rrugë të drejtë. E shumë argumente të tjera të cilat tregojnë se Allahu i jep njeriu të udhëzim, mbi udhëzim, në bazë të punëve të mira. Dua ta përfundoj diskutimin mbi udhëzimin duke përmendur 6 dobi. Dobia e parë: udhëzimi është dy lloje. Udhëzim për te rruga e drejtë dhe udhëzim në rrugën e drejtë, ose mund të themi udhëzim në rrugën e drejtë dhe udhëzim mbasi futesh në këtë rrugë të drejtë, të cilën e ka përmendur Allahu në fjalën e tij: Ihdina as-siratal mustaqim. Udhëzona dhe përforcona në rrugën e drejtë. Nga gjuha arabe, mënyra se si ka ardhur, nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, është na udhëzo rrugën e drejtë. Kështu që kuptohen të dyja, na udhëzo pra për në rrugën e drejtë dhe na udhëzo në rrugën e drejtë. Pra kur të futemi në këtë rrugë, na udhëzo Allah që t'i përmbahemi kësaj rruge. Ky ajet madhështor, të cilin besimtari e lexon në çdo rekat të namazeve që fal ditën dhe natën, duhet të përkujtoj shpesh këto dy udhëzime. Udhëzimi për në rrugën e drejtë, i cili është udhëzimi në fenë e saktë, në Islamin e vërtet dhe në rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe udhëzimi në rrugën e drejtë, pasi të udhëzon Allahu në Islam dhe të fut në këtë fe madhështore, dije që brenda saj, brenda kësaj rruge pra, ka degëzime të shumta, për të cilat ka nevojë për udhëzimin e Allahut të lartësuar në çdo punë që e bën. Shumë njerëz janë udhëzuar në rrugën e drejtë, pra në Islam, por jo të gjithë janë të udhëzuar në shumë prej degëzimeve të kësaj rruge. Kështu që mos harro, ndërkohë që ti e lexon në ajetin fjalën e Allahut, pra ihdina as-siratal mustaqim, mos i harro këto dy aspekte. Të jetë në zemrën tënde që ti po i lutesh Allahut duke thënë: më udhëzo në këtë rrugë, më oriento dhe më përforco të më e drejta dhe më mundëso të veproj atë që të kënaqësh ti o Allah. Pasi ti nuk arrin të bësh gjë vetëm se me udhëzimin e tij. Çdo vepër të mirë, qoftë dhikr, lexim Kurani, falje namazi, çdo vepër që ti e bën, ke nevojë për udhëzim specifik prej tij për ta kryer atë punë. Dobia e dytë: veprat e mira, qofshin ato vepra të zemrës apo të gjymtyrëve, sjellin pas tyre udhëzime të mëtejshme, ashtu si shkaku sjell pasojën. Domethënë, Allahu i lartësuar e ka udhëzuar robën e tij drejt Islamit me mirësinë dhe mëshirën e tij të pastër.
Pastaj robi kryen një vepër të mirë dhe Allahu e shpërblen atë. Me çfarë e shpërblen? Me udhëzim. Ja shton udhëzimin. Pra, kjo vepër bëhet shkak për një udhëzim të dytë, edhe kjo është një lidhje e ngjashme me raportin shkak-pasojë. Pra, ky shkak sjell këtë pasojë. Pra, shkurtimisht, veprat e mira janë shkak për udhëzimet që vijnë më pas. Pra, vepra e mirë është shkaku dhe udhëzimi që vjen pas është pasoja. Normalisht, ne e dimë që shkaku nuk është i mjaftueshëm në vetvete për të sjellë pasojën. Po është e nevojshme që të largohen pengesat, si dhe është e nevojshme të jetë dëshira e Allahut të lartësuar për ta sjellë rezultatin, pra për të sjellë udhëzimin dhe besimin. Megjithatë, kuptimi i kësaj gjëje të ndihmon që të shumosh shkaqet e udhëzimit. Dobia e tretë, udhëzimi nuk ka ndonjë limit të përcaktuar. Çdo udhëzim mbi të ka udhëzim tjetër. Dhe udhëzimet të cilat janë brenda kësaj rruge të drejtë nuk kanë ndonjë limit ku përfundojnë. Për këtë arsye ti je i urdhëruar që të adhurosh Allahun dhe të mundohesh sa më shumë në adhurim, deri në momentin e fundit. Allahu thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë ty e vërteta, pra vdekja. Asnjëherë mos mendo se ke arritur gradën më të lartë të adhurimit, e cila pas së cilës, domethënë, pas kësaj grade nuk ka gradë tjetër. Këtë gjë nuk e thot vetëm se një i mashtruar me veten e tij. Mos kujtoj që grada jote ka arrit majat. Udhëzimi ka shumë grada. Kështu që ti duhet mundohesh në adhurim deri në momentin që të del shpirti nga trupi, që ta shtosh devotshmërinë dhe udhëzimin prej Allahut të lartësuar. Dobia e katërt, nëse i kuptove ato që përmendëm, vllai i nderuar, e kuptove që çdo mirësi nuk krahasohet me mirësinë e udhëzimit. Dhe kuptove që çdo bela që të kaplon pashallahu nuk krahasohet me belan e humbjes dhe devijimit. Sepse njeriu të gjithë mirat po t'i ketë, nëse nuk ka besimin, ai nuk ka asgjë. Ai është i shkatruar. E nëse njeriu nuk ka asgjë, mirë po ka besimin, ai realisht ka gjithçka dhe ai është i shpëtuar. Pastaj, kur ti e kupton këtë gjë, kjo do të bëj të kthehesh tek Allahu, pra e kupton që nuk ka gjë më të rëndësishme se udhëzimi dhe nuk ka bela më të madhe se sa devijimi. Kjo gjë të bën që të kthehesh tek Allahu me sinqeritet, në mënyrë që Allahu të t'japë udhëzimin e tij e të ruaj nga devijimi. Dobia e pestë, kur të shikosh çështjen e udhëzimit, vllai i nderuar, kujtoje dobësinë dhe pafuqinë tënde, se ti je një rob i Allahut i pafuqishëm. Dije edhe ti je i bindur se gjendja jote është si gjendja e një të mbytur i ndet që ka dallë të mëdha dhe nuk ka asnjë mjet për të shpëtuar. Sprovat janë shumëta. Sprovat e pasioneve dhe dyshimeve janë pafund. Dhe ti ndodhesh në mes tyre, i dobët, i pafuqishëm, pa mundësi për të bërë asgjë. Zemra jote dhe gjuha jote duhet t'i drejtohet vetëm Allahut të lartësuar, sepse litarin e shpëtimit vetëm Allahu e ka. Nëse Allahu ta jep, ti shpëton, e nëse jo, humbja dhe shkatrimi janë të pashmangshme, nuk diskutohet. Kështu duhet ta përgatisësh veten dhe kështu duhet ta edukosh shpirtin tënd. Të ndihesh i humbur, i pashpresë dhe i paaft për të gjetur udhëzimin vet. Mendja jote vëlla nuk të çon drejt udhëzimit dhe sytë e tu nuk të udhëheqin drejt suksesit. Ti je vetëm një rob i Zotit
në dorën e cilit është çdo gjë dhe është fati yt. Pra Allahu e ka në dorë çështjen tonë dhe ne nuk kemi në dorë asgjë. Prandaj duhet jesh i sinqert në kërkimin e udhëzimit nga Allahu i lartësuar. Vallahi çështja është madhështore. Shpëtimi është çështja më e madhe dhe më e rëndësishme. Për Allah, thon humbja është shkatrimi më i madh që ka njeriu, pra me deviju. Nëse njeriu ka besimin, siç tham, ka shpëtu. E nëse nuk e ka besimin, është i shkatru. Prandaj duhet ta mbash këtë parasysh dhe t'i japësh rëndësinë që i takon, si në brendësi, ashtu dhe në sjelljen tënde të jashtme, me gjuhën dhe gjymtyrët e tu. Tregoje para Allahut që ti je nevojtar dhe përmbushe këtë lloj adhurimi, adhurimi i varfërisë dhe i varësisë ndaj Allahut, duke kërkuar atij udhëzim. Kujdes se mos e mashtron veten tënde duke menduar që ti di dhe që je i zgjut edhe që ke marrë diploma apo me gjëra të tjera që ti i ke. Vallahi asnjë nga këto gjëra nuk të ndihmon edhe nuk të dëmton. Nëse Allahu i lartësuar nuk e dëshiron për ty udhëzimin dhe nuk ta jep atë me mirësinë e tij. Dobia e gjashtë dhe e fundit, qëllimi përfundimtar i të ecurit në rrugën e drejtë është të arrish tek Allahu, tek shpërblimi dhe xheneti i tij. Kujtoje këtë vëlla sa herë që shqyrton çështjen e udhëzimit. Për këtë qëllim na tregojnë 3 ajete në librin e Allahut të lartësuar. Allahu thot: Inna alina lil huda. Neve na përket që t'ua tregojmë rrugën e drejtë. Gjithashtu thot: Wa ala Allahi qasdu sabil. Allahut i takon që t'ju tregojë rrugën e drejtë. Gjithashtu thot: Qala hadha siratun alayya mustaqim. Allahu tha: Kjo është rruga ime e drejtë. Këto ajete dëshmojnë qartë se rruga e drejtë do të çon tek Allahu dhe tek mëshira e tij, tek takimi me të dhe tek xheneti i tij. Prandaj, kur studiosh, të hulumtosh dhe të kërkosh udhëzimin, kujtoje këtë realitet, që udhëzimi dhe suksesi në rrugën e drejtë kanë për qëllim përfundimtar arritjen tek Allahu i lartësuar dhe tek mëshira e tij dhe tek shpërblimi i tij, e cili qëllim mund të jetë më i lartë se ky dhe më madhështor se ky. Këto ishin çfarë lidhen me udhëzimin. Në javën që vjen do të kemi mësimin e fundit para Ramazanit, ku do të përmendim aspektin e devijimit. Inshallah do mundohemi, edhe nëse na shkon pak më gjatë se zakonisht, do mundohemi që ta mbyllim si temë në mënyrë që kur të vazhdojmë pas Ramazanit, të vazhdojmë me temën e radhës nga fillimi i saj. Allah është shpërblyes më të mira. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.